Nëse Trump ka një plan në kokë për te asaj që deklaron se po përpiqet për paqen në botë. Ai sot madje përmendi Kosovën, teksa premtonte se brenda javës do të mbyllte disa konflikte edhe në Afrikë, por sipas tij Serbia ishte përgatitur ta sulmonte Kosovën dhe SBA ndaloi një përpjekje të tillë. Por tashmë që sipas Trumpit lufta po na çon drejt paqes, Rusia rrezikohet siç alarmon edhe ministri i jashtëm Lavrov. Por për gjitha këto pikpyetje të ditës së sotme ne do të bisedojmë me analistin nga Gjermania, Lulzim Veliu. Zoti Veliu, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt, zoti Veliu, do doja ta fillonim pikërisht nga deklaratat e shumta, jo pak, që ka bërë pikërisht presidenti i SBA-ve Trump për Kosovën, së fundmi pas samitit të NATO-s në Hag, ku deklaroi se jemi marrë javët e fundit pikërisht me këto dy vende, pra Serbinë dhe Kosovën, madje i dha në fund Serbisë, e cila do të nisë një përplasje. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë, nëse keni informacion që populli thjesht nuk e di? Po jo, unë mendoj se presidenti amerikan, zoti Trump, nuk është hera e parë që bën gabime të tilla dhe bën deklarata të tilla që në fakt shumë pak kanë të bëjnë me realitetin çfarë ndodh në rajon. Ne e dimë se presidenti Trump në mandatin e tij të parë takoi presidentin Vučić me kryeministrin e atëhershëm të Kosovës, zotin Abdullah Hoti, dhe pikërisht në takimin mes tyre doli dhe deklaroi se ja presidenca jon apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritën të ndalin një konflikt qindra vjeçar në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pra, kjo edhe një herë dëshmon se zoti Trump është shumë pak i njohur me realitetin çfarë ndodh në Kosovë dhe rreth Kosovës. Mirë po, sido që të jetë, ai është i interesuar që në çdo mënyrë në rajon të mos kemi vatra krizash, në rajon të kemi qetësi dhe në rajon të arrihen marrëveshje në mes të Kosovës dhe të Serbisë, dhe një gjë të tillë shihet qartë se e kërkon. Këtë e bëri të qartë edhe para disa ditësh para mbajtjes së samitit të vendeve të NATO-s, ku kërkoi vuri në dukje se është duke u marrë me problematikën e Kosovës. Dhe këtë gjë unë personalisht e shoh si pozitive, pikërisht në një periudhë kohore kur bota po përballet me problematika shumë të mëdha që në krahasim me këto Kosova mbetet një pikë në ujë në oqean. Pra, pikërisht në periudhën kohore kur kemi një luftë 3 vjeçare që zhvillohet në Ukrainë, kemi katastrofën humanitare që është duke ndodhur me popullin palestinez, tani së fundi pra pas konfliktit në mes të Indisë dhe Pakistanit kemi edhe një luftë të re në mes të Izraelit dhe Iranit, si dhe sulmet amerikane, dhe pikërisht në këtë kohë gjen kohën dhe mundësinë që ta përmend Kosovën dhe situatën në Kosovë. Kjo e dëshmon shumë qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një interesim të veçantë për Ballkanin perëndimor, pra për Evropën e tërësi, pra e posaçërisht për Ballkanin dhe për Kosovën, pra e shohin si një vatër krize që është e mundshme për të shpërthyer, pra flasim në këtë rast për Ballkanin, pasi që në këtë pjesë është ajo Serbia që është e interesuar apo përcjell mesazhet që vijnë nga Rusia dhe presidenti Putin për të hapur edhe një vatër të re të krizës, dhe me këto mesazhe e bën shumë të qartë se në Ballkan nuk do të kemi luftë të re. Në Ballkan nuk do të ketë kriza të reja, dhe unë jam më së i sigurt se në qasjen e parë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në udhëheqjen e presidentit Trump nuk do të kemi vazhgjitje të dialogut dhe negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë, por ai do jetë që do i detyroj të dyja vendet për arritjen e një marrëveshje e cila do të normalizojë marrëdhëniet në mes të Kosovës, Serbisë, por edhe të gjithë rajonit. Do të detyroj, zoti Veliu, edhe me kosto për të dyja vendet, për shembull për Kosovën, edhe me ndonjë shkëmbim territori? Unë uroj që administrata Trump të mos kthehet në marrëveshjen e mëparshme, pra në një marrëveshje që ishte e diskutuar dhe ishte në tavolinë pra për shkëmbimin e territoreve apo
demarkime në mes të dy kufinëve, në kufirin në mes të dy vendeve, por të mbështet fuqishëm marrëveshjen që në parim është pranuar nga Kosova dhe Serbia, marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, apo siç njihet ndryshe marrëveshja franko-gjermane që është arritur në mes të Vučićit dhe kryeministrit aktual të Kosovës, zotit Albin Kurti, pra unë uroj që të bëjnë një presion të dyja vendet që të realizohet ajo marrëveshje. Edhe pse ajo nuk është më e mira e dëshiruara, nuk është e dëshiruara pra marrëveshja që do ta dëshironte Kosova, qytetarët e Kosovës, drejtuesit e saj, por është marrëveshja më e mirë e mundshme për momentin. Qartë. Le të flasim pak dhe për samitin e NATO-s në Hag ditën e sotme, ku është arritur një marrëveshje historike mes vendeve anëtare për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen me gati 5%. Çfarë do të thotë kjo marrëveshje për NATO-n në vetvete? Unë këtë marrëveshje e vlerësoj si një marrëveshje historike. Jo vetëm marrëveshje, po do ta vlerësoja edhe gjithë samitin si një samit historik, e për ne ndoshta më i rëndësishëm dhe më historik do jetë samiti i vitit 27, kur do të zhvillohet në Tiranë, pra kur Shqipëria do të jetë një koqire e saj. Mirë po, pas gjithë kësaj çfarë ka ndodhur në periudhat e fundit në botë, po flasim në tërësi në rang global, është një marrëveshje shumë e rëndësishme ku të gjitha vendet anëtare të NATO-s u pajtuan për fondin për 5% të prodhimit të bruto produktit të prodhimit, dhe unë mendoj se një gjë e tillë duhet bërë. Unë mendoj se nuk duhet të kufizohemi në përqindje dhe shifrat e caktuara, por mendoj se ky do të jetë dyshemeja asaj se çfarë vendet anëtare të bëjnë, duhet të bëjnë, pra mendoj se të gjitha vendet anëtare të NATO-s duhet të investojnë në sigurinë e tyre, ndoshta edhe shumë më shumë se 5%, duhet të investohet ajo që është e nevojshme për të ruajtur stabilitetin në këtë rast stabilitetin global. Qartë. Deklarata pas takimit, deklarata e kreut të NATO-s Mark Rutte, më saktësisht për Rusinë, ku deklaroi se siguria e Ukrainës kontribuon në sigurinë tonë, por nuk dënoi drejt për drejt Rusinë. Duket se në një farë mënyrë përsëri përkthelet Rusia. Po tani pas krizës së fundit, pra dhe luftës, fillimit të bombardimeve në mes të Iranit dhe Izraelit, vëmendja e Rusisë është tërhequr nga lindja e mesme dhe i gjithë potenciali i Rusisë është rikthyer në Ukrainë, dhe ata janë të interesuar që në çdo mënyrë të japin fund kësaj lufte, por gjithmonë duke dëshiruar fitoren e tyre. Unë mendoj se vendet anëtare të NATO-s me këtë rast kanë dashur që në këtë formë dhe në këtë mënyrë të bëhet e mund një zbutje i raporteve mes tyre. Ne e dim shumë mirë se me ardhen në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës të presidentit Trump, sikur Rusia u fuqizua, pasi kishim një periudhë të gjatë kohore kur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndalen ndihmat për Ukrainën, ndalen jo vetëm ndihmat financiare, por edhe ndihmat logjistike që ishin në atë kohë, dhe kjo e bëri Rusinë që të fuqizohej në këtë pikë. Ndërsa tani, me sa duket, është një zbutje në raport me Rusinë në mënyrë që edhe ata të rikthehen, ta mendojnë mirë, dhe sikur duket që ata dëshirojnë që të mos e humbin Rusinë në një raport kundrejt fuqive në zhvillim që vijnë nga lindja e largët, qoftë edhe nga Kina apo edhe nga vendet e tjera, pra kemi pasur krizën e fundit atje në mes të Pakistanit dhe Indisë. Si e patë, zoti Veliu, takimin Zelenski-Trump në Hag? Madje Trump deklaroi se po shihet dhe mundësia për t'i dhënë Ukrainës raketat Patriot. E shihni si një konfirmim për mbështetjen e Ukrainës nga ana e SBA-ve? Po, kjo shihet si një rikthim i asaj që e thashun më herët, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës sikur
unë mbrapsën nga ajo që është bërë në vitin e kaluar. Pra, po flasim për janar shkurt, në periudhën kur në krye të Shtetet Bashkuara të Amerikës sapo mori detyrën Trump. Dhe gjithmonë vendet e tjera anëtare të NATO-s, sidomos anëtarët e Bashkimit Evropian, kishin rezerva ndaj asaj se çfarë ndodhi me Trumpin. Mirë po, deklaratat e tilla duhet t'i marrin si pozitive, e urojmë që të besim të tilla dhe presidenti Trump t'i përmbush premtimet e tij kundrejt Ukrainës në mënyrë që kjo luftë të përmbyllet me fitoren e ukrainasve. Fitoria e Ukrainës do të thotë fitore e NATO-s, do të thotë fitore e Bashkimit Evropian dhe humbje e Rusisë. Qartë. Duke se ky samit, këto takime pra në Hag nuk janë pritur mirë nga Federata Ruse, ku nëpërmjet ministrit i jashtëm Sergej Lavrov ka deklaruar nga Turkmenistani gjatë një vizite se ora e kiametit po i afrohet mes natës dhe shpërtimi i luftës së tretë botërore nuk është i pamundur, thot Lavrov tashmë. Po shkojmë drejt një përplasje NATO-Rusi? Një gjë të tillë nuk e besoj se do të ndodhë. Mirë po, këto janë më tepër deklarata populiste që i bën Ivanovi, pasi që ata sikur e pan veten në fillim vit se po dalin fitues dhe do ta mbyllin shumë më shpejt luftën me Ukrainën pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mirë por në këtë rast, kur po se Trumpi po takon Zelenskin dhe po i premton edhe raketa Patriot, atëherë ata janë të nervozuar dhe nervoza e tyre e bën edhe deklaratat e tilla. Unë uroj që kësaj deklarate që e dha sot presidenti Trump në takimin me Zelenskin t'i qëndroj dhe në qoftë se kësaj të qëndroj, atëherë do të kemi përfundim më të shpejt të luftës me një fitore të ukrainasve, apo do të kemi ndonjë parafrim më të shpejt kur edhe vetë Rusia do të kërkojë dialogim për përmbylljen e gjithë asaj çfarë ka ndodhur. Mirë po përmbyllja e saj me dialog do të thotë që edhe ata duhet marrin diçka nga ajo çfarë do bëhet në tavolinë. E them, a ekziston rreziku një përplasje pasi sinjale po jepen tashmë nga vendet balltike, Finlanda apo edhe Polonia? Ja, unë nuk e besoj. Rusia nuk ka kapacitet të hap fronte të reja. Rusia u tërheq edhe nga Irani. Pra, ne e dim të gjithë se mbështetës kryesor i Iranit në pasurimin e uraniumit ka qenë Rusia, ndërsa me sulmet që erdhen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata nuk u dëgjuan fare dhe u tërheqën tërësisht. Pra u përqendruan vetëm në Ukrainë, pasi që ajo luftë është e mjaftueshme për ta dhe me sa duket do t'i nxjerrë edhe humbës pas një periudhe të gjatë kohore. Mirë, zote Veliu, ju falenderoj që ishte pjesë e ditarit fundit në A2 CNN. Faleminderit, ishte kënaqësi.